militare ose në komësim është në parë kontar, zonë gjithë territori i bashkisë është parë kontar. Gjithashtu zona Ramsar është shpallur, është zonë gjithashtu biosfera ndërkufitare e rezervës Presp, që është një zonë e shpallur me mbrojtje nga UNESCO në vitin 2014, plus që është një territor shumë i vogël me 9 fshatra, bashkia është bashkia më e vogël në Republikën e Shqipërisë me 9 fshatra dhe u la bashkia më vetë në 2015 duke u përdorur kriteri etnik. Do të thënë që si bashki e Kombëtarit Maqedonës, pushteti fini që tropullit janë bashkitë të Kombëtarit grek, u lanë më vete për të mbrojtur identitetin e tyre qoftë etnik dhe kulturor dhe për patur një zhvillim më të madh, po duke anashkaluar të gjithë këto qeveria ka marrë vendim që në dy vitet e ardhshme në këtë territor kaq të vogël të ngrihen 3 qendra pritëse për migrantë që kapaciteti i një qendre parashikohet të jetë deri në 410 migrantë. Pra, domethënë që edhe 3 fshatra të rinj të ndërtohen në territorin e bashkisë Pustet dhe kur flasim që është një bashki e vogël.